Një katastrofë ekologjike me përmasa të pallogaritshme. Vetëm me këto fjalë mund të përkufizohet sot gjendja në cilën ndodhet Bregdeti i Fierit, i mbytur nga inertet e mbeturinat, por mbi të gjitha nga mbetjet e naftës që kanë mbuluar gjithçka në një rrezë prej disa kilometrash. E gjithë vija bregdetare është ndruar thuajse në një muze makabriteti, mes ndotjes ekstreme e skeleteve të kafshëve të ngordhura. Nafta dhe mbetjet e saj kanë mbuluar gjithçka, duke i dhënë zonës një ngjyrë të hirt, shoqëruar me një aromë bytëse që ta bën të vështirë edhe frymarrjen. Në det, në tokë, në ajër, kudo dallojnë shenjat e forta të ndotjes që kanë bërthyer në një morsë shkatrimtare të gjithë vijën e Bregdetit. E pamundur të gjesh qoftë edhe një grush tokë të pastër e të paprekur nga ndotja në këtë pejsazh të thjeshtë. Llogaritet që edhe në verë, njerëz kur vinë këtu llogarisin marrin shishe benzine me vete, të pastrojnë fëmijët, të pastrojnë trupin e tyre nga nafta, nga ndotja. Kolektori i Roskovecit, lumi i njohur ndryshe nga banorët e Fierit si Vija e Ngjalës, është shkaktari kryesor i ndotjes katastrofike të kësaj zone. Në grykderdhen e tij mund të dallohen lehtësisht gjurmët e naftës dhe mbetjeve të saj, që më pas shpërndahen lirshëm për 10 kilometra. Sa më shumë të ngjitesh përgjatë rrjedhës së tij, aq më të dukshme bëhen gjurmët e ndotjes, deri pranë asaj që banorët e njohin si ura sekrete, ku vija e naftës merr pamjen e një llave të zezë, të lëshuar frikshëm drejt detit. Mbetjet e hidrokarbureve që vijnë nga lumi shpesh janë aq të mëdha, sa kur ngurësohen, krijojnë ishuj mbi të cilët pakush do ta besonte se mund të qëndronin lehtësisht edhe njerëz. Tek tuk ndonjë peshkatar, gjuan me shpresën se preja e tij mund të ketë hyrë gabimisht nga thellësitë e detit në lum, dhe nuk ka qëndruar gjatë aty. Në të kundërt, siç na thonë edhe ata vet, peshkun e hedhin sërish në ujë, për shkak të shijes dhe erës së fortë të naftës. Ma mendje edhe baktit po të pinuj mund të kenë rreziqe tash. Shterpëzimi është rezultati i vetëm që ka prodhuar kolektori i Roskovecit për gjatë 30 kilometrave shtrirje, pa kursyer as tokat bujësore, produktet e cilave në shumicën e rasteve janë të pakonsumueshme. Gjurmët e vijës së zezë të naftës që udhëton me kolektorin e Roskovecit të çojnë drejt një stacioni të vetëm, Patos Marinzës, zonës naftmbajtëse më të madhe në vend. Lumi gjerpëron përgjatë pulseve e shtëpive që shpesh bashkëjetojnë në pak metra katror. Rreth 80% e banorëve të fshatrave Marinës dhe Belin janë infektuar me karbon në gjak. Shumë të tjerë janë detyruar të nënshtrohen ndërhyrjeve kirurgjikale, ndërsa siç tregojnë banorët, në zonë po shtohen edhe fëmijët me probleme mendore. Do ta mjendit. Shumë do ta mjendit. Sikur e me. Smur, të tërë, të smurjem. Si fshat ka shumë, banon shumë të smur. Dhe aperimet janë bërë në Tiranë. Në mbeta mendore kanë kalur shumë. Thirrjeve 20 vjeçare, askush nuk është përgjigjur. Edhe unë që po flas, kam bërë analizat dhe më ka dalë minorm 15%. Ta beja smurmi, do e vizitojnë marmilace, ta bej. E teksa banorët lëngojnë, kratyra rrjedh i qetë kolektori i Roskovecit, i cili këtu zbulon një prej furnizuesve të tij. Mbetjet e naftës shkarkohen lirshëm në këtë pikë të lumit, i cili më pas udhton për kilometra të tëra drejt Bregdetit të Fierit, duke shfarosur çdo gjë të gjallë. Nga Bregdeti i Fierit në fushën naftmbajtëse të Patos Marinzës, nga pasojat te shkaktarët. Në një masakër mjedisore që nuk shet ndalur, që nuk njeh kufije as mëshirë, që vret njerëz, kafshë bimësi, që fshin gjithçka të gjallë. Ndërsa ekspertë OJF mjedisore japin leksione në sallat e hoteleve të kryeqytetit,
Këtu mëson në fakt, për masat reale, se çfarë do të thotë ndotja.